Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Shoe Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e dashit. Desh, në javën e parë të majit, shikoj që kërkesat, standardet tuaja do t'jenë shumë të larta. Dhe kjo do t'sjellë edhe pakënaqësi, sepse disa nga këto standarde nuk janë të realizueshme, nuk janë gjëra që realiteti juaj ju amundson. Dhe dikush mund t'i ketë këto pakënaqësi në lidhje me punën. Thoni unë për këtë inteligjencë që kam, për këtë tip që kam, këtë karakter, për shkollën që kam, unë meritoj të fitoj më shumë para, meritoj të kem një punë më të mirë, të kem një titull më të lartë. Dhe kur kjo nuk vjen, edhe ti nuk ka realizon dot për shkaqe të ndryshme që mund të të kufizojnë në vendin ku ti je, në ambientin, mund të kesh pakënaqësi që lidhen me prorët apo me kolegët, kjo kthehet në stres, kthehet në frustracion gjatë javës së parë, ku mund të keni edhe momente që mund thoni do iki fare, do e lë fare, do gjej diçka tjetër, do bëj diçka tjetër. Edhe ata desh që kanë bizneset të tyre private mund t'ju duket sikur nuk vlerësohet mjaftueshëm puna juaj, nuk vlerësohen produktet që ju keni apo shërbimet që ju ofroni. Thoni unë duhet kisha më tepër, por njerëzit nuk di ta vlerësojnë, e shikoni problemin tek të tjerët, pra tek publiku, tek klientela, jo tek vetja juaj. Dhe kjo ndodh për dy janë faktorët që do të keni këtë konfliktin e brendshëm gjatë muajit maj. E para është Afrodita, planeti i dashurisë, i romancës, por që lidhet edhe me jetën e luksit përgjatë gjithë muajit, është në shenjën tuaj, në dash. Afrodita të bën që ti të kesh dëshira shumë më të larta, do që njerëzit të të përgëdhelin, do të kesh të para, do të kesh jetë luksi, do të kesh gjithë të mirat e botës, edhe ti fitosh në një mënyrë sa më të rehatshme që të jetë e mundur pa u lodhur shumë. Dhe nga ana tjetër, Chiron që lidhet me një plagë që ne na mbetet, pra diçka që na mbetet e paplotësuar, e parealizuar 100% ashtu siç ne e duam, është po në shenjën tuaj në dash gjatë gjithë muajit maj, dhe është kjo pjesa e konfliktit të brendshëm ndërmjet dëshirave, aspiratave që ti ke dhe çfarë të ofron realiteti që nuk janë në linjë të drejtë, në linjë paralele. Për shembull, ata desh që janë në një marrëdhënie në çift mund të kenë pritshmëri nga ana e partnerit që unë dua pushime luksoze në një vend ekzotik, apo unë dua një çantë të caktuar, unë dua gjëra të cilat kanë një vlerë të caktuar që pala tjetër nuk i përmbush dot, dhe kërkesat nuk ka bazë në realitet. Ti e di mundësinë që ka pala tjetër, ti e di se sa fiton, ti e di sa është diçka e përballueshme, dhe ti prapë kërkon me një këmbgulje dhe të duket sikur nuk po merr çfarë meriton. Edhe për ata që janë single dhe desh dhe që dalin, do të krijojnë njohje. Në njohjet që ti do të kesh gjatë muajit maj, ti do të kesh pritshmëri që do duash një sepse ajo energjia e Afroditës kërkon një lokal luksoz, kërkon lule, kërkon dhurata, kërkon gjëra për të ledatuar, për të bërë për vete, ndërkohë që mund dalësh në takime që janë takime të thjeshta, mund të jenë takime në një kafe apo në diçka e thjeshtë që ty nuk do të përmbush, nuk do të kënaq, do thuash jo, unë meritoj më shumë, unë dua më shumë, unë kërkoj diçka më të mirë për veten time, dhe këto njerëz nuk ma dinë vlerën. Që t'jeni më të qetë, duhet edhe të tregojeni pak me këmbë në tokë gjatë periudhës së majit, sidomos në javën e parë, për të kuptuar se ti mund të kërkosh aq sa ke mundësi nga vendi ku ti je, aq sa ty të ofron ambienti, nuk kërkon dot më shumë. Mendoje veten si një lule në një vazo. Mund të shtrish rënjët aq sa të lejon vazoja, nuk je në një hapësirë të madhe që ti të kesh mundësi, opsione pafund. Mundësitë tua janë brenda vazos tënde, aq vlera ushqyese mund të marrësh, sa ç'ke hapësirë, sa ç'ke mundësi rreth e rrotullt teje. E them këtë sepse edhe në javën e dytë shikoj që këto hatërmbetjet që ju i keni të brendshme, që mund të ketë edhe momente thoni do iki fare, do e lë fare punën, këtu nuk ja vlen, do të kalojnë në javën e dytë në konflikte në punë, në mosmarrveshje, në debate, në gjëra që mund të thonë ju duket sikur ato nuk ju kuptojnë, ato nga ana tjetër mund të kenë pakënaqësi të tjera,
që lidhen me ju, kjo pjesa e të sjellurit sikur jeni më mirë se të tjerët, do t'i irritoj pjesën e kolegëve, njerëzit që u rrethojnë, dhe do të krijohen situata ku do të mbeteni vetëm. Në fakt të tjerët nuk do të bien dakord me disa nga ato ankesa që ju keni, nga ato gjëra që do thoni, do t'ju duket sikur do t'ju izolojnë disi, do t'ju lënë më njanë, nuk do t'ju bëjnë më pjesë të grupit të tyre. Dhe do të ketë një impakt tek ju kjo gjë. Kërkesat thash do t'ju sjellin situata, desh të cilët në fund do të kenë pasoja jo të mira për ju. Prandaj përpiquni që t'jeni sa më të ekuilibruar dhe ta kaloni këtë muaj me këmbë në tokë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pse ju a them këtë? Sepse çfarë ndodh? Në javën e tretë, shikoj që dëshirat tuaja për këtë jetën e mirë, për gjithçka, duhet të vinë me rregull dhe me një disiplinë të fortë, sepse kemi edhe Saturnin, planeti që lidhet me strukturën, lidhet me disiplinën, që futet në shenjën tuaj në dash dhe do të qëndrojë aty për një kohë të gjatë, në dash, dhe nga data 24 maj e mëtej do ta ndjeni këtë energji. Dhe nëse ti nuk e fiton gjithçka me punë, me rregull, me disiplinë dhe kërkon që gjërat të vinë shpejt, që paratë të vinë shpejt, apo që paratë ti marrësh nga dikush tjetër, ti mos bësh asgjë, vetëm dikush të t'jap paratë, të ndihmojë nga ana financiare, kjo kthehet në shumë probleme. Kjo kthehet në shumë drama, kjo kthehet në mësime që janë goxha të vështira, sepse Saturni thotë jo, ti duhet ta bësh vetë këtë gjë. Jo të mbështetesh te një person tjetër, jo të shfrytëzosh dikë tjetër, po ta fitosh vetë me punën tënde, me djersën tënde, me mundësitë tua. Dhe kur të arrish në atë fazë që ti vërtet i ke vënë gjërat në rregull për veten dhe ke mundësi që të bësh këtë stil jetese, okay, por nuk bëhet ky luksi edhe kjo e rrethuara me gjithë të mira, me dhe gjithë para, shpejt. Nëse e kërkon shpejt, nëse e do tani, e dua ta jetoj tani, e dua ta bëj tani, dua ta shijoj tani, ajo do të sjell probleme, do ta kuptosh që nuk është rruga e dur. Ky është një udhtim që bëhet ngadalë për të arritur në këtë fazë ku ti ke kaq shumë investime, ti ke kaq shumë të mira se gjithçka vjen dhe ti jeton në bollok, jeton në begati dhe vjen me shumë sakrifica gjithashtu. Prandaj edhe tek letrat, po të shikoni, kam vendosur qëllimisht simbolin e kërmillit për treguar që është një proces i gjatë, është një rrugë e gjatë, që gjërat nuk arrihen kaq shpejt. Prandaj bëni kujdes mbas datës 24 se do ju duhet me patjetër që të ktheheni, do jetë një nga ato momentet që thon një shkundje me realitetin, reality check që i thonë në anglisht, për të thënë që okay, ti mund t'i kesh dëshirat e aspiratat edhe planet edhe kërkesat për veten tënde, mund të duash yjet, por nuk je akoma, si e futur akoma në atë raketën për të arritur tek yjet, kështu që merri hapat dal nga dal, dhe pikërisht kjo është energjia e javës së fundit të majit. Mbas kësaj situate që do të ndodh, dhe kjo letër më thot qartë për femrat, sidomos të shenjës së demit, por edhe për disa meshkuj, mund të keni një situatë ku dikush ju a thot përballë këtë gjë, që ti je njëri për interes, apo që ti je një person që do të shfrytëzosh të tjerët për para, pra mund t'ju quajnë gold digger, apo mund t'ju quajnë si një oportunist, apo një oportuniste që shfrytëzon të tjerët. Do jetë një situatë e tillë që do ju shkund disi, do krijohet një moment për disa desh, mund të jetë në mënyrë të drejtë për drejtë, pra si një bisedë që bëhet hapur, që të vjen nga një person, po mund të jetë edhe në mënyrë të tërthort që vjen nga biseda të ndryshme, nga fjalë që të tjerët mund t'ju thonë, që do ta ndjeni që vërtet sulmet dhe shigjetat janë drejt jush, që po e bëjnë qëllimisht që ju të kuptoni që duhet jeni më realist në kërkesat që ju keni.
Dhe shikoj që kjo do t'jetë një gjë që do t'ju prek, do t'ju bëj të reflektoni desh, sepse në javën e fundit do thoni, ok, duhet jem, duhet i marr hapat më ngadalë, duhet jem me këmbë tokë, është mirë që të keni mirënjohje për atë çfarë ju keni momentalisht dhe ato emocione, ato ndjesi ti kanalizoni në diçka pozitive, ti kanalizoni në punë. Thoni, ok, çfarë mund të bëj tjetër që të fitoj më shumë para, çfarë mund të bëj tjetër që të kem një jetë më të mirë, çfarë mund të bëj tjetër që këtë pakënaqësi që kam ta kthej në diçka që të jetë produktive. Prandaj edhe nga orakulli, mesazhi për ju është desire, dëshirë. Dhe jo më kot kemi edhe simbolin e sallatës jeshile, sepse ka një përqindje shumë të lartë uji, pra jeni shumë të ndjeshëm, shumë emocional. Dhe pse ti ndjen diçka për momentin, kujtojeni këtë gjë se e keni pak problem këtë pjesë ndesh, e keni pak defekt këtë gjë, që nuk përmbahen, ti e ndjen diçka, e mendon diçka, e thua dhe pastaj nuk mendon për pasojat që ka. Pse e ke një ndjesi të momentit, nuk do thotë që ajo ndjesi e jote do zgjas ashtu për 6 muaj me radhë. Mund ta kesh një si kënaqësi që e ke javën e parë, ndihesh ashtu javën e parë, kalon dhe pastaj kaq. Po kur e thua një gjë, kur e thua një fjalë, kur e shpreh te dikush tjetër, ajo pastaj lë gjurmë për një kohë shumë më të gjatë, për një kohë që pastaj ndryshon komplet dinamikën e marrëdhënies, dinamikën e raportit të punës apo e raportit shoqëror, pra është me shumë pasojë dhe jo të gjithë janë një lloj si ju. Ti e ke momentale atë gjë, e thua edhe kaq, nuk mbas 10 minutash pastaj e ke haruar fare se çfarë ke thënë, po pala tjetër mund ta mbajmë mend gjatë gjithë jetës atë fjalën tënde. Kështu që është shumë më mirë të jeni të frenuar në maj, ti mbani disa ide, disa mendime për vete dhe këto emocione të shumta që i keni, ti kanalizoni në diçka produktive, sepse shikoj që keni një punë të mirë, keni një punë shumica për ju, një punë të kënaqshme, një punë të rehatshme, një punë që ju ofron stabilitet, ju ofron siguri, nuk do t'ju heq njeri nga puna, nuk keni frikra gjëra të tilla, tani kërkoni më shumë para, kërkoni më shumë një status më shumë, ok, ajo do t'ju duhet kohë për ta realizuar, se këto janë mundësitë e vendit ku jeni, mundësitë e tregut ku jeni, mundësitë kushtet në të cilat ndodheni. Kështu që vlerësojeni atë çfarë keni, sepse vetëm nga mirënjohja do t'ju vinë edhe të mira më shumë. Dhe nëse ti nuk kënaqesh me atë çfarë ke tani, si mund të kënaqesh me atë çfarë do të kesh më vonë? Do të jesh gjithmonë në kërkim dhe do të jetë një është një lloj pulsi që nuk mbushet kurrë nëse ti nuk e bën si zgjedhjen tënde racionale, që zgjohesh në mëngjes dhe thua unë jam i kënaqur ose e kënaqur, e lumtur me jetën time, me çfarë kam në jetën time deri në këto momente. Nëse nuk ja thua vetes këtë gjë në këtë lloj forme, dhe gjithmonë kërkon më shumë, atëherë ai pulsi nuk do mbushet kurrë në atë aq sa ti do që të mbushet. Prandaj kënaqu me atë çfarë ke, vlerësoj të tjerët rreth rrotull teje dhe kjo është energjia e të qëndruarit me këmbë në tokë, të qenurit më realist. Okej, Desh, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju, për muajin maj. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.